Prokuroria e posaçme me urdhër të GKK-o ka vendosur të sekuestrojë 31 pasuri në pronësi të Jusel Micit e Mendim Domit, të arrestuar 2 vite më parë si pjesë e një rrjeti të mashtrimit online. Pasuritë e sekuestruara janë apartamente, rreth 26.000 metra katror tokë, garazhe, njësi shërbimi, vila si dhe automjete. Gjithashtu, SPAK ka sekuestruar pasuri me vlerë qindra mijëra euro. Mici dhe Domi akuzohen për mashtrim kompjuterik në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, fshehjes së të ardhurave dhe pastrimit të parave. Hetimi ndaj Micit dhe Domit nisi me kërkesë për ndihmë të ndërsjellë të prokurorisë së Pizës në Itali, e cila po hetonte 2 shtetas italian, si dhe Micin për veprat penale të mashtrimit në rrethana rënduese në formën e grupit të strukturuar kriminal. Sipas SPAK, të akuzuarit Mici dhe Domi janë organizator dhe pjesëtar të grupit të strukturuar kriminal. Mashtrimi online lidhej me investime në letra me vlerë dhe kriptovaluta. Këto shoqëri janë përdorur për të hapur llogari rrjedhse të huaja në Lituani, Britaninë e Madhe, Belgjik, Luksemburg, Gjermani dhe Itali, duke menaxhuar faqe interneti që reklamonin aktivitetin. Gjithashtu janë përdorur edhe qindra thirrje të llojit call center në Itali dhe Shqipëri, nëpërmjet të cilave kontaktoheshin viktimat, duke i bindur të bëheshin pjesë e programeve të reme të investimit, duke ju referuar kallëzimeve. Dëmi ekonomik i provuar në dëm të qytetarëve evropian arrin në vlerën 3 milion euro.